Kryeministri Edi Rama duket se u ka shpallur luftë gjyqtarëve. Gjatë verës pam shumë statuse të tij që godisnin gjyqtarët që merrnin vendime kundër qeverisë, sidomos se i takon prishjes së objekteve. Por duket se pati një lloj qetësie. Mirëpo një deklaratë sot e Unionit të Gjyqtarëve që dënonte padinë e Ramës në kushtetuese për zvend kryeministren Balloku, si dhe qëndrimet e tij, kanë nxjerrë nga vetja kreun e qeverisë. Rama reagoi jashtë për paradite, por si duket nuk i ka dalë inati. Këtë herë është kapur me një kërkesë që kanë bërë gjyqtarët në kushtetuese ku kërkojnë rritjen e pagës. Për të çështje ka pasur debate në qershor, por me që çështja është futur në rendite nga kushtetuesja, Rama ka nisur sulmet në dy fronte. S'ka mundësi, më shkruajnë disa lidhur me kërkesën e gjyqtarëve për të arritur pagën me 1.600 euro mbi aktualen. Jo vetëm që ka mundësi, po 1.600 euro është rritja që kërkojnë magjistratët e këshilltarët e zakonshëm, se mes atyre që kërkojnë rritje janë edhe specialët, pra ata të gjykos dhe spakut, të cilët kanë pagat më të larta në Republikë, por kërkojnë edhe një rritje prej 3.100 eurosh. Po, asnjë shaka, deri tani marrin 6.130 euro në muaj, tani duan që t'ju kthejë në kos gjykata kushtetuese me 3.100 euro plus, e si përfundim të marrin 9.230 euro në muaj. Si ka mundësi? Shkruan ai. Mëtej Rama shton presionet ndaj kushtetueses. Ka mundësi si jo, kur arrin të ndryshosh edhe qeverinë me një vendim gjykate, duke marrë kompetencat e kryeministrit, presidentit e parlamentit bashk, pa pasur marrë një kokër vote të vetme nga populli tër jetën tënde. Si nuk arritet marrësh nga arka e shtetit me një vendim tjetër gjykate mijëra euro për të rritur pagën tënde? Ku s'ka mbetur pa e kuptuar që se kam hallin te një ministër unë, por të rreziku reali për mbysjes së balancës demokratike mes pushteteve? Përplasja mes gjyqësorit, ekzekutivit dhe parlamentit për llogaritjen e pagave të magjistratëve nisi në vitin 2019, kur kontrolli i lartë i shtetit konstatoi se përllogëritja e pagave të gjyqtarëve bërë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor ishte e gabuar dhe se gjyqtarëve po mbahej një pjesë e pagës që u takonte, në bazë të ndryshimeve ligjore të vitit 2016. Parlamenti ndërhyri në vitin 2021 në ligj dhe bëri ndryshime të tilla që normuan si të drejtë llogaritjen e bërë nga KLJ-ja dhe anashkaluan propozimet e KLSH-s. Këto ndryshime u pan nga gjyqtarët si ulje page dhe shkelje e nenit 138 të kushtetutës, ku për të ruajtur pavarësinë e gjyqësorit nuk lejohen ndërhyrje të kësaj natyre. Unioni kërprej shfuqizimin e ndryshimeve dhe gjykata kushtetuese vendosi në vitin 2022 të pranonte padinë, duke shfuqizuar nenet e ndryshuara të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë mbi pagën në referuese. Kushtetuesja i kërkoi kuvendit të rishite ligjin dhe të qartësonte referencën për pagën e magjistratëve. Në vitin 2023, kuvendi bëri ndryshime të reja, nisur nga vendimi i kushtetueses, duke lidhur pagën e magjistratëve me atë të presidentit të Republikës. Ky ndryshim solli rritje të pagave të magjistratëve, siç parashikoi në ligjet për reformën në drejtësi, dhe rriti me 570 lek edhe pagën referuese. Njëkohësisht, u miratuan edhe ndryshimet në pagat e administratës civile, të cilat u rritën disa herë. Gjyqtarët, paga referuese të cilive të lidhej me atë të presidentit, nuk përfituan nga kjo rritje pagash. Për Unionin e Gjyqtarëve, këto ndryshime bien në ndesh me nenin 138 të Kushtetutës. Unioni interpreton se shkëputja e pagës së gjyqtarëve nga administrata civile dhe mos përfitimi i tyre i të rritjeve që u bën pagave të administratës sjell në një mënyrë një ulje faktike të pagës, pavarësisht se formalisht paga nuk është ulur, madje është rritur me 570 lek. Unioni thotë se në ndryshimet e sistemit të pagave në vitin 2023, magjistratëve ju mohohet një rritje page prej 78.000 lekësh.